Horoskopi për datën 4 prill 2026. Dashi. Dashi, bëhu gati se mendja jote do të jetë si një makinë llogaritse. Ti do t'i rregullosh të gjitha punët e lekëve dhe të familjes me një mjeshtëri që vetëm ti e zotëron. Mos u nxito për gjëra të reja, por dëgjo atë zërin brenda vetes se ai do të tregojë ku fshihet thesari. Sot do të zgjidhësh nyje që të tjerët as nuk guxojnë t'i prekin. Ti je një lider i lindur. Kalojmë tani tek shenja e dytë e Demi. Demi, ti sot do të jesh si një mjaltë që mbledh mizat. Të gjithë do të duan të të kenë pranë, se ti rrezaton një energji që ushëron shpirtin të tjerëve. Nëse ke patur ndonjë mërzitje apo hatërmbetje me dikënd, sot është dita kur gjërat do të rregullohen me një fjalë goje. Dashuria po të vjen vërdall dhe fati është me ty. Shijoni këtë moment. Dita është për ty. Kalojmë tek shenja e binjakëve. Të dashur binjak, asgjë nuk të shpëton nga syri. Edhe punët e vogla që të tjerët përtojnë t'i bëjnë, ti do t'i bësh menjëherë. Ke për të dëgjuar disa lajme të mira, kjo rreth shtëpisë apo punës, dhe këto lajme do të mbushin me shpresë. Ti sot do të flasësh me një qetësi që do t'i bindësh të gjithë rreth teje. Je truri çdo operacioni dhe suksesi po të pret. Kalojmë tek shenja e Gaforres. Gafore, fati po të ndjek kudo. Dashuria dhe qefi do të ecin vaj. Çfarëdo që mendja jote sot do të pjellë ka për të bërë realitet se yjet janë për krah teje. Ndaj mos u kurse dhe mos kërko shumë se sot është dita jote më e mirë. Je drita që ndriçon çdo vend ku shkel. Kalojmë tek shenja e Luanit. I dashur Luan, edhe pse do të pëlqejë të rrish pak më njan, fuqia jote do të ndihet gjithandej. Familja mund të shohë sikur ti je shtylla e shtëpisë dhe ndihma do të vijë prej andej ku ti nuk e pret. Ke për të kuptuar gjëra të mëdha sot që do të shërbejnë për të kapur majat shumë shpejt. Ti je i paarritshëm. Virgjëresha. E dashur Virgjëresh, goja jote nxjerr mjalt. Gjua jote do të bëjë mrekulli. Kushdo që do të dëgjojë do të mbetet me gojë hapur. Ide të reja dhe njerëz të mirë do të rrethojnë dhe ti do të jesh një qendër të vëmendjes. Sot shprehu lirshëm se ke për të fituar zemrën e kujdo. Je drita e shoqërisë dhe frymëzimi i të gjithëve. Peshorja. E dashur peshore, sot do t'i vësh kapak çdo problemi. Ke për të parë se si puna dhe para do të ecin mbar, sepse ti ke ditur të bësh disa plane të zgjuara. Paqja që ke në shpirt do të sjellë fitore që ti nuk e kishe imagjinuar dot. Ti je njeriu duhur në vendin e duhur. Pasuria po vjen drejt teje. Kalojmë tek shenja e Akrepit. I dashur Akrep, ti je i papërmbajtshëm. Vetbesimi që ke do t'i lërë të tjerët pa mend. Çfarëdo që të thuash sot do të bëhet ligj. Do të ndihesh plot energji dhe ide të reja që do të hapin dyert që deri tani ke patur të mbyllura. Shpirti do të këndojë, më në fund po kupton se sa shumë vlen. Je një fuqi e vërtetë. Kalojmë tek shenja tjetër, Shigjetari. I dashur Shigjetar, sot dora jote do të bëjë bamirësi dhe zemra do të mbushet plot. Do të ndihmosh dikënd dhe fati mund të kthehet mbrapsht dyfish. Intuita jote sot është si një thikë e mpret, e kupton menjëherë se ku duhet të shkosh. Shtëpia jote do të jetë plot gjallëri dhe lumturi. Ti je shpirti i mirësisë. Kalojmë tek shenja tjetër, Bricjapi. I dashur Bricjap, sot të gjithë duan të jenë pranë teje. Je njeriu më i kërkuar dhe më i dashur. Do të ndihesh i lehtë si një pupull dhe çdo bisedë që do të bësh do të sjellë gëzim.
Shfrytëzoje këtë ditë për të pushuar dhe për të kënaqur me njerëzit që të duan, se sot fati të ka zgjedhur ty për ta përkëdhelur. Ti ndihesh sikur të je një legjendë. Kalojmë tek shenja e ujorit. I dashur ujor. Kjo ditë të bën që ti të japësh urdhra, të gjithë do të shohin me respekt dhe do të pinden. Suksesi në punë po të vjen si dallg mali dhe ti do t'ish ta menaxhosh si askush tjetër. Do ndihesh krenar për veten me të drejtë sepse ke arritur gjëra që të tjerët vetëm sa i ëndërrojnë. Ti je një lider i vërtet. Kalojmë tek shenja e fundit, peshqit. Të dashur peshq, sot bota është shumë e vogël për ty. Idetë e tua janë gjigande dhe njerëzit do të mbeten të manitur nga ty. Ke për të marrë lajme që do të gëzojnë pa mas dhe mbase edhe një udhëtim i bukur po pret. Shpirti yt do të fluturojë lart e më lart drejt lumturisë. Je si një yll që nuk shuhet. Ky është horoskopi për datën 4 prill 2026. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar, suksese në punë, fat në dashuri dhe shëndet sa më të mirë.